Në periferinë jugore të Ankara, mbi një kodër të zhveshur nga pemët, ngrihej kompleksi i mbyllur ushtarak ku jetonte familja e generalit Armand Demir. Zona ruhej nga rojet armatosura, kamera që rrotulloheshin papushim dhe porta të rënda hekuri që hapeshin vetëm pas verifikimesh të shumta. Brenda atij perimetri, gjithçka ishte e rregulluar me përpikmëri. Kopshtet e krasitura në forma gjeometrike, rrugicat e pastruara çdo mëngjes, dritare që shkëlqenin nga disiplinimi i stafit. Ishte një botë e izoluar, e ndërtuar mbi rendin, kontrollin dhe heshtjen. Generali ishte një figurë e njohur në qarqet ushtarake. Ai kishte shërbyer për dekada në zona konflikti, kishte marrë medalje dhe lavdërime, kishte ndërtuar një reputacion të pathyeshëm si strateg i ftohtë dhe i pamëshirshëm. Në publik, ai fliste me ton të matur, me shikim të prerë dhe me një autoritet që nuk linte vend për kundërshtim. Në shtëpi ishte po aq i rrept. Gruaja e tij, Elira, vinte nga një familje diplomatike dhe ishte mësuar me protokollin, me pritjet zyrtare dhe me buzëqeshjet e kontrolluara. Martesa e tyre ishte më shumë një aleancë se sa një histori dashurie, por me kalimin e viteve kishte lindur një respekt i heshtur mes tyre. Kur Elira mbeti shtatzën pas shumë përpjekjesh të dështuara, lajmi u prit si një triumf personal dhe publik. Në mjediset ushtarake, lindja e një trashëgimtari shihej si vazhdimi një linje nderi. Generali ndon se nuk e shprehte me fjalë. Kishte ndëruar gjithmonë për një djalë që do të ndiqte gjurmët e tij. Megjithatë, në muajin e 7 të shtatzënisë, një kontroll rutinë zbuloi diçka që ndryshoi gjithçka. Mjekët vunë re një anomali të rrallë në zhvillimin e syve të fetusit. Ata nuk ishin të sigurt për shkallën e dëmtimit, por paralajmëruan se ekzistonte mundësia e verbërisë së plot. Lajmi ra mbi familjen si një bombë e heshtur. Generali reagoi me një qetësi të frikshme, duke kërkuar menjëherë konsultime me specialistë në Berlin dhe London. Raportet erdhen njëra pas tjetrës, të gjitha me të njëjtin përfundim. Nervat optik nuk po zhvilloheshin siç duhet. Shpresa ishte minimale. Kur vajza lindi në një spital privat në qendër të qytetit, qetësia e dhomës së lindjes u mbush me një tension të padukshëm. Foshnja qau fort, një shenjë e mirë për mushkërit, por sytë e saj qëndronin të hapur, të palëvizshëm, pa reagim ndaj dritës. Mjekët konfirmuan atë që ishte friksuar. Ajo ishte e verbër. Generali nuk foli për orë të tëra. Ai qëndroi pranë dritares së dhomës së spitalit, duke parë qytetin poshtë, ndërsa Elira mbante vajzën në krah. Ajo e quajti Aylin, një emër që do të thoshte dritë e hënës. Ishte një ironi e dhimbshme. Në javët që pasuan, shtëpia në kodër ndryshoi. U instaluan pajisje të posaçme, u konsultuan terapistë dhe specialistë të zhvillimit. Generali urdhëroi që dhoma e vajzës të projektohej me tekstura të ndryshme në mure dhe dysheme, në mënyrë që ajo të mund të mësonte botën përmes prekjes. Ai e trajtoi situatën si një mision ushtarak, me plan, me strategji, me burime të pakufizuara. Megjithatë, brenda tij diçka ishte thyer. Ai e ndjente verbërinë e së bijes si një humbje personale, si një betejë që nuk mund ta fitonte me armë apo me urdhra. Ai filloi të kalonte më shumë kohë në punë, duke shmangur sytë e palëvizshëm të foshnjës që nuk e ndiqnin kur lëvizjen e tij. Në atë periudhë, në shtëpi u punësua një infermiere e re, Mira Kovac. Ajo vinte nga një qytet i vogël pranë Zagreb dhe kishte përvojë në kujdesin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Nuk ishte imponuar nga autoriteti i generalit, as e friksuar nga rregullat e shtëpisë. Ajo kishte një qetësi të brendshme që vinte nga përballja me dhimbjen në jetën e saj personale. Vëllai i saj kishte lindur me një dëmtim të rënd neurologjik, dhe ajo kishte kaluar fëmijërinë duke ndihmuar të navigonte një botë që nuk ishte ndërtuar për të. Mira nuk e trajtoi Aylin si një projekt apo si një tragjedi. Ajo e mbante në krah dhe i fliste me një zë të butë, duke i përshkruar çdo gjë që ndodhte rreth saj. Dritën që hynte nga dritarja, erën që lëkunte perdet, zhurmën e largët të helikopterëve ushtarak që kalonin mbi kodër. Ajo i vendoste objekte me forma të ndryshme në duart e vogla të vajzës, duke i inkurajuar të eksploronte. Një pasdite, ndërsa Elira pushonte, Mira vuri re diçka të pazakontë. Kur ajo i këndoi një ninull të vjetër kroate, Aylin reagoi me një buzëqeshje të lehtë dhe një lëvizje të syve, sikur po përpiqej të fokusonte burimin e zërit. Ishte një reagim i vogël, por i ndryshëm nga indiferenca e mëparshme.
Mira filloi të eksperimentonte me tinguj të ndryshëm, me frekuenca të ulta dhe të larta. Ajo lexoi studime mbi stimulimin multisensorial dhe mbi raste të rralla ku dëmtimet e nervit optik kishin qenë të pjeshme, jo të plota. Ajo dyshonte se diagnoza mund të mos ishte absolute. Generali ishte skeptik. Ai kishte parë raportet, kishte dëgjuar profesorët më të mirë në Europë. Për të, shpresa e rreme ishte më rrezikshme se pranimi i realitetit. Megjithatë, ai lejoi mirën të vazhdonte, ndoshta sepse nuk kishte asgjë për të humbur. Muajt kaluan. Aylin filloi të zvarritej, duke u orientuar me një saktësi të habitshme drejt burimeve të zërit. Mira vuri re se vajza reagonte më fort ndaj dritës së fortë të pasdites. Një ditë, ajo vendosi të bëjë diçka që nuk ishte pjesë e protokollit. Ajo kontaktoi fshehurazi një neurolog pediatrik në Vienna, i njohur për trajtimin eksperimental të rasteve të ngjashme. Pa dijenin e generalit, Mira organizoi një vizitë të fshehtë, duke e bindur e lirën se ishte një kontroll rutinë. Në klinikën e qetë vieneze, pas një sër testesh të detajuara, mjeku doli me një përfundim tronditës. Aylin nuk ishte plotësisht e verbër. Ajo kishte një formë të rrallë të verbërisë kortikale, ku truri nuk përpunonte siç duhet sinjalet vizuale, por nervat optik ishin funksional. Me terapi intensive dhe stimulim të vazhdueshëm, ekzistonte një shans real për përmirësim. Kur generali mori vesh se Mira kishte vepruar pa autorizimin e tij, zemërimi i tij ishte i menjëhershëm. Ai e pa këtë si një shkelje të disiplinës, një akt mosbindjeje. Por kur neurologu i shpjegoi gjetjet me prova konkrete, diçka në qëndrimin e tij ndryshoi. Për herë të parë, ai ndjeu se kishte një betejë që mund ta fitonte. Filloi një regjim i ri. Terapitë u zhvilluan çdo ditë, me drita të kontrolluara, me imazhe kontrasti të lartë, me ushtrime të përsëritura. Mira ishte aty në çdo hap, duke monitoruar reagimet e vajzës, duke inkurajuar pa pushim. Një mëngjes pranvere, kur Aylin ishte pothuajse 2 vjeçe, ndodhi diçka që askush nuk e priste. Ndërsa Mira mbante një lodër të kuqe përpara saj, vajza zgjati dorën jo drejt zërit, por drejt objektit vet. Sytë e saj u ngushtuan, sikur po përpiqej të fokusonte, dhe për një çast të shkurtër, ajo e ndoqi lëvizjen e lodrës në ajër. E lira shpërtheu në lot. Generali qëndroi ngrirë, pastaj u ul në gjunjë përballë së bijës. Ishte një moment i vogël, por i jashtëzakonshëm. Me kalimin e viteve, shikimi i Aylin u përmirësua gradualisht. Nuk ishte perfekt. Ajo do të kishte gjithmonë kufizime, por ajo mund të dallonte forma, ngjyra, fytyra. Ajo mund të shihte buzëqeshjen e nënës dhe siluetën e lartë të atit. Generali ndryshoi. Ai filloi të kalonte më shumë kohë në shtëpi, të merrte pjesë në seancat e terapisë, të mbante dorën e vajzës ndërsa ajo mësonte të lexonte me shkronja të mëdha kontrasti. Ai kuptoi se forca nuk qëndronte vetëm në disiplinë, por në këmbënguljen e butë dhe në besimin e palëkundur. Sa për Mirën, ajo u bë pjesë e familjes. Akti i saj pabesueshëm nuk ishte një mrekulli e menjëhershme, por guximi për të dyshuar, për të kërkuar një mendim tjetër, për të mos pranuar një fat të paracaktuar pa e sfiduar. Vite më vonë, në një ceremoni të vogël në të njëjtën kodër mbi Ankara, Aylin, tashmë një vajzë e re me sy që shkëlqenin nga drita e përftuar me mund, mbajti një fjalim për rëndësinë e shpresës dhe të njerëzve që guxojnë të bëjnë më shumë se sa u kërkohet. Generali e dëgjoi me sytë mbushur me lot, duke e ditur se betejë më e madhe e jetës së tij nuk ishte fituar në fushëbetejë, por në një dhomë të qetë terapie, fal një infermiere që refuzoi të pranonte errësirën si përgjigje përfundimtare. Pas fjalimit në oborrin e kompleksit ushtarak, jeta e familjes Demir nuk u kthye në një përrall të qetë, siç mund të imagjinohej nga jashtë. Përkundrazi, suksesi i Aylinit hapi një kapitull të ri sfidash, më të heshtura, por po aq të thella. Shikimi i saj ishte përmirësuar ndjeshëm, por mbetej i brisht. Ajo shihte botën si përmes një perdeje të hollë mjegulle. Format ishin të dallueshme, por detajet shpesh i shpëtonin. Ngjyrat i perceptonte me intensitet të çuditshëm, e kuqja dhe e verdha i dukeshin të forta, ndërsa bluja dhe jeshilja shpesh përziheshin në një ton të vetëm. Generali kishte filluar të mësonte një lloj durimi që nuk e kishte ushtruar kurrë më parë. Në vend që të urdhëronte, ai tani dëgjonte. Në vend që të impononte, ai priste. Ai e shoqëronte Aylinin në parkun e vogël pranë kompleksit,
duke e lejuar të eksploronte me hapa të ngadalë. Në fillim, oficerët e tjerë e shihnin me habi kur komandanti i tyre i jashtë ulej në bar dhe ndërtonte kështjella rëre me vajzën. Por me kalimin e kohës, askush nuk guxonte ta komentonte. Diçka në qëndrimin e tij kishte ndryshuar. Autoriteti i tij nuk ishte më i ftohtë, por më i thellë. Mira vazhdonte të ishte shtylla e padukshme e përparimit të Aylinit. Ajo kishte krijuar një program të detajuar stimulimi vizual dhe kognitiv. Çdo mëngjes, përpara se dielli të ngrihej plotësisht mbi kodrat e Ankaras, ajo e vendoste vajzën përballë një paneli me drita kontrasti, duke i kërkuar të ndiqte lëvizjen e tyre. Pas diteve, përdorte libra me ilustrime të mëdha, të dizajnuara posaçërisht për fëmijë me shikim të kufizuar. Aylin filloi të njihte fytyrat fillimisht përmes siluetave, pastaj përmes tipareve. Në moshën 5 vjeçare, ajo bëri hapin e parë drejt një bote më të gjerë. Shkollën. Generali këmbënguli që ajo të regjistrohej në një institucion privat me standarde të larta. Por Mira dhe Elira argumentuan se një ambient më gjithëpërfshirës do të ishte më i shëndetshëm për zhvillimin e saj emocional. Pas diskutimesh të gjata, u vendos që Aylin të ndiqte një shkollë ndërkombëtare në qendër të qytetit, ku kishte programe për fëmijë me nevoja të veçanta. Dita e parë ishte një provë për të gjithë. Aylin e mbante dorën e Mirës fort, ndërsa kalonte korridoret e gjatë të mbushur me zëra dhe hapa. Dritat fluorescente e bezdisnin, duke krijuar hije të çuditshme që e hutonin. Megjithatë, ajo nuk u tërhoq. Ajo kishte mësuar që frika nuk ishte armik, por një sinjal për të qenë më e kujdesshme. Në klasë, mësuesja e prezantoi me nxënësit e tjerë. Disa fëmijë shikonin me kurreshtje, të tjerë me indiferencë. Aylin ul në bankën pranë dritares, ku drita natyrale ishte më e butë. Ajo dëgjonte me vëmendje, duke u mbështetur ende shumë në dëgjim. Por me kalimin e muajve, ajo filloi të ngrinte dorën, të lexonte me zë të lartë, të vizatonte figura të thjeshta me ngjyra të forta. Një nga momentet më të rëndësishme erdhi gjatë një aktiviteti arti. Nxënësve ju kërkua të vizatonin familjen e tyre. Aylin, me lapsa të trash dhe ngjyra të ndezura, krijoi 3 figura. Një grua me flokë të errët, një burr shumë të gjatë me supe të gjera dhe një grua tjetër me flokë të mbledhura pas koke. Kur mësuesja e pyeti kush ishte figura e tretë, ajo u përgjigj thjesht se ishte personi që i kishte mësuar të shihte. Vizatimi i saj u var në mur, dhe për Mirën ishte një medalje më e çmuar se çdo dekoratë zyrtare. Ndërkohë, karriera e generalit po afrohej drejt fundit. Ai kishte kaluar më shumë se 3 dekada në uniformë dhe kishte filluar të mendonte për pensionimin. Shokët e tij e nxisnin të hynte në politik ose të merrte një post këshilltar në ministri. Por ai ndjente se prioritetet e tij kishin ndryshuar. Ai kishte parë mjaft luftë. Tani donte të ndërtonte diçka që nuk shkatërrohej nga plumbat. Ideja lindi gradualisht. Një qendër rehabilitimi për fëmijë me dëmtime vizuale dhe neurologjike, e bazuar në përvojën e Aylinit dhe në metodat që Mira kishte zhvilluar. Ai përdori kontaktet e tij për të siguruar fonde dhe leje, ndërsa Elira u angazhua në organizimin administrativ. Mira, fillimisht hezituese, pranoi të drejtonte programin terapeutik. Qendra u ndërtua në një truall pranë liçenit të vogël jashtë qytetit. Arkitektura ishte hapur, me dritare të mëdha që lejonin hyrjen e dritës natyrale, por me sisteme që kontrollonin intensitetin. Muret ishin të mbuluara me panele teksturash, korridoret me udhëzues taktil. Çdo detaj ishte menduar për të krijuar një ambient ku fëmijët mund të eksploronin pa frikë. Kur qendra hapi dyert, familje nga i gjithë vendi filluan të vinin. Disa kishin udhëtuar qindra kilometra, duke sjell fëmijë që mjekët i kishin konsideruar raste të humbura. Mira i priste me të njëjtën qetësi që kishte treguar vite më parë. Ajo nuk premtonte mrekulli, por ofronte punë, durim dhe shpresë të arsyeshme. Aylin, tashmë 8 vjeçe, shëtiste shpesh në korridoret e qendrës. Ajo fliste me fëmijët më të vegjël, duke u treguar se si kishte mësuar të dallonte fytyrën e nënës, se si kishte frikë nga dritat e forta, por se kishte mësuar t'i përballonte. Prania e saj ishte dëshmi e gjallë se diagnoza nuk ishte gjithmonë fjala e fundit. Një ditë, në qendër erdhi një djalë i vogël me një diagnozë të ngjashme me atë që kishte pasur Aylin. Prindërit e tij ishin të raskapitur nga vizitat e pafundme në spitale.
Generali i priti personalisht duke u treguar historinë e vajzës së tij jo si një triumf, por si një proces të gjatë dhe të lodhshëm. Ai nuk fliste më si komandant, por si baba. Vitet kalonin dhe qendra u bë një pikë referimi në rajon. Studiues nga universitete të ndryshme erdhën për të analizuar metodat e përdorura. Programi i mirës u dokumentua dhe u përfshi në konferenca ndërkombëtare. Megjithatë, ajo mbeti e njëjta, e përkushtuar ndaj çdo fëmie individualisht, duke besuar se përparimi nuk matet me statistika, por me momente konkrete. Një shikim i fokusuar, një hap i sigurt, një vizatim me ngjyra më të qarta. Në adoleshencë, Aylin zhvilloi një interes të fortë për muzikën. Ajo thoshte se muzika kishte qenë drita e saj e parë, para se sytë të mësonin të përpunonin botën. Ajo filloi të luante piano, duke kombinuar dëgjimin e mprehtë me shikimin e përmirësuar për të lexuar partitura të zmadhuara. Koncerti i saj i parë publik u mbajt në sallën e vogël të qendrës, me prindër dhe fëmijë të ulur në rreshtat e parë. Generali, tashmë në pension, e dëgjoi me një ndjenjë krenarie që nuk kishte lidhje me medaljet apo gradat. Ndërsa notat mbushnin sallën, ai kuptoi se jeta e tij ishte ndarë në dy pjesë, para dhe pas lindjes së saj. Luftërat, strategjitë, negociatat, të gjitha dukeshin të largët a krahasuar me betejën e heshtur për një rrezë drite në sytë e vajzës. Në fund, akti i pabesueshëm i infermieres nuk ishte një gest dramatik apo një sakrificë heroike në kuptimin klasik. Ishte guximi për të sfiduar një përfundim, për të kërkuar një përgjigje tjetër, për të parë aty ku të tjerët kishin ndaluar së kërkuari. Dhe ai akt vazhdonte të jehonte në çdo hap të Aylinit, në çdo fëmijë që hynte në qendrën pranë liçenit, në çdo prind që largohej me një grimtë shprese më shumë se sa kishte sjell me vete. Historia e tyre nuk ishte një mrekulli me njëhershme, por një dëshmi se errësira, sado e thellë, mund të sfidohet nga këmbëngulja e një njeriu që refuzon ta pranojë si të përhershme. Dhe në atë kodër mbi Ankara, ku dikur sundonte vetëm disiplinë dhe heshtje, tani dëgjoheshin zëra fëmijësh dhe tinguj muzike. Shenja se drita kishte gjetur rrugën e saj. Kalimi nga adoleshenca në rinj e gjeti Aylinin më të vetëdijshme për kufijtë dhe forcat e saj. Shikimi i saj ishte stabilizuar, por jo i plot. Ajo përdorte lente speciale me filtra kontrasti dhe një tablet me ekran të zmadhuar për të lexuar. Megjithatë, kishte diçka në mënyrën si ajo e perceptonte botën që e bënte të ndryshme nga bashkëmoshatarët e saj. Ajo i kushtonte vëmendje tingujve të vegjël, ndryshimeve të lehta në ajër, vibrimit të hapave në korridor. Ishte si të kishte ruajtur një pjesë të errësirës si avantazh. Në shkollën e mesme, ajo u përfshi në klubin e debatit. Në fillim, disa nxënës mendonin se do ta kishte të vështirë të ndiqte diskutimet e shpejta dhe lëvizjet e audiencës. Por Aylin kishte zhvilluar një aftësi të jashtëzakonshme për të dëgjuar nën tekstin. Ajo dallonte hezitimin në zë, tensionin në frymëmarrje, lëkundjen e sigurisë në argumente. Fjalimet e saj nuk ishin të mbështetura në gjeste dramatike, por në qartësi mendimi. Ajo fliste për aksesin në arsim, për nevojën e politikave gjithëpërfshirëse, për rëndësinë e diagnozave të sakta dhe mendimeve të dyta. Generali e ndiqte shpesh nga fundi i sallës, duke u përpjekur të mos binte në sy. Ai nuk ishte më komandanti i fortë që tërhiqte vëmendje me uniform. Tani ishte një burr i qetë, me flokë të thinjur, që mbante në xhep një fotografi të vjetër të vajzës së tij kur ishte foshnjë. Sa herë shihte në podium, ai kujtonte ditën kur mjekët kishin deklaruar se ajo nuk do të shihte kurrë. Qendra pranë liçenit ishte rritur. Ajo kishte shtuar një departament kërkimi në bashkëpunim me universitete europiane. Terapitë multisensoriale që Mira kishte zhvilluar ishin përmirësuar me teknologji të reja. Realitet virtual me kontrast të lartë, pajisje që përkthenin dritën në vibrime të lehta për të ndihmuar trurin të krijonte lidhje të reja. Megjithatë, filozofia mbete e njëjtë. Çdo fëmijë ishte një univers më vete. Mira, edhe pse kishte marrë oferta për të drejtuar programe në qytete më të mëdha si Berlin dhe Vienna, zgjodhi të qëndronte. Ajo e ndjente se misioni i saj nuk ishte të ndiqte prestigjin, por të ruante integritetin e asaj që kishin ndërtuar. Ajo kishte krijuar një ekip terapeut të shtërinj, të cilët i trajnonte personalisht. Shpesh u tregonte historinë e Aylinit jo si një rast suksesi spektakolar, por si një shembull se sa e rrezikshme është të pranosh një verdikt pa e sfiduar. Në moshën 17 vjeçare,
Aylin mori një vendim që befasoi shumë kënd. Ajo nuk donte të studionte muzikë profesionalisht, megjithse kishte talent. Ajo donte të studionte neuroshkencë. Ajo kishte kaluar vite duke u bërë subjekti testeve, terapive dhe analizave. Tani donte të kuptonte mekanizmat që kishin lejuar trurin e saj të përshtatej. Ajo aplikoi në disa universitete dhe u pranua në një program prestigjioz në Ankara. Ditën e parë të universitetit, ajo hyri në auditor me hapa të sigurt. Sallat e mëdha me drita të forta ishin ende sfiduese. Por ajo kishte mësuar të zgjidhte vendet më të përshtatshme, të përdorte pajisje ndihmëse pa ndier turp. Ajo e dinte se dobësia e saj e dikurshme ishte bërë forca e saj. Studimet nuk ishin të lehta. Neuroanatomia kërkonte përqendrim të madh, grafika të ndërlikuara, analiza mikroskopike. Aylin kalonte orë të tëra në laborator, duke përdorur programe që zmadhonin imazhet dhe duke bashkëpunuar me kolegë që e respektonin për përkushtimin e saj. Ajo filloi të fokusohej në plasticitetin e trurit tek fëmijët me dëmtime vizuale. Ndërkohë generali përballej me një sfidë tjetër. Shëndeti i tij po dobësohej. Vitet e stresit dhe përgjegjësive kishin lënë gjurmë. Ai nuk e shprehte dhimbjen, por e lira e vërente lodhjen në sytë e tij. Megjithatë, ai refuzonte të tërhiqej plotësisht nga qendra. Ai shëtiste nëpër korridore, përshëndeste prindërit, fliste me fëmijët. Ai kishte mësuar të dëgjonte më shumë se sa të fliste. Një mbrëmje, ndërsa familja ishte mbledhur në verandën e shtëpisë së vjetër në Kodër, Aylin foli për një ide kërkimore. Krijimin e një programi të hershëm diagnostikimi që do të kombinonte analiza neurologjike me stimulim të menjëhershëm multisensorial. Ajo besonte se shumë fëmijë humbnin vite të çmuara për shkak të diagnozave të nxituara ose të pasakta. Mira e dëgjoi me krenari të heshtur. Generali e shikonte vajzën me një ndjenjë që përziente admirimin me mirënjohjen. Vitet kaluan dhe Aylin përfundoi studimet me rezultate të shkëlqyera. Ajo vendosi të kthehej në qendrën pranë liçenit për të zbatuar programin e saj. Tani ajo nuk ishte më vetëm simboli i një mrekullie të mundshme, por një profesioniste që sillte dije të reja. Ajo punonte krah për krah me mirën, duke kombinuar përvojën praktike me kërkimin shkencor. Një nga rastet që e preku më shumë ishte një vajzë e vogël nga një fshat i largët, e cila kishte marrë një diagnozë të ngjashme me atë të Aylinit vite më parë. Prindërit e saj ishin të varfër dhe të lodhur nga udhëtimet e shumta. Aylin e mori personalisht rastin, duke aplikuar metodologjinë e re që kishte zhvilluar. Pas muajsh pune të kujdesshme, vajza filloi të reagojë ndaj dritës. Ishte një përparim i vogël, por i mjaftueshëm për të ndryshuar drejtimin e jetës së saj. Në një konferencë ndërkombëtare në London, Aylin prezantoi gjetjet e saj mbi ndërhyrjen e hershme në verbërinë kortikale. Salla ishte e mbushur me specialistë nga e gjithë bota. Ajo foli me qartësi, duke përfshirë jo vetëm të dhëna statistikore, por edhe dimensionin njerëzor të përvojës. Kur përfundoi, duart trokitjet ishin të gjata dhe të sinqerta. Generali e ndoqi transmetimin nga shtëpia. Ai ishte më i dobët fizikisht, por mendërisht i kthjellët. Kur pamja e vajzës së tij në podium u shfaq në ekran, ai buzëqeshi lehtë. Ai e kuptoi se trashëgimia e tij nuk ishte lidhur me uniformën apo me gradën, por me ndikimin që kishte ndihmuar të krijohej. Në fund të jetës së tij, ai kërkoi që ceremonia e varrimit të ishte e thjeshtë. Në vend të fjalimeve politike, ai donte që qendra të vazhdonte punën e saj si homazh i vërtet. Dhe kështu ndodhi. Në ditën e ceremonisë, fëmijë që kishin përfituar nga programet e qendrës mbajtën lule të bardha dhe qëndruan në heshtje pranë familjes. Mira qëndroi pranë Aylinit, duke i shtrënguar dorën. Ato të dyja e dinin se historia që kishte filluar me një diagnozë të errët nuk kishte përfunduar me një mrekulli të vetme, por me një zinxhir veprimesh të guximshme. Akti i pabesueshëm i një infermiereje kishte ndezur një proces që vazhdonte të ndriçonte jetë të tjera. Dhe në qendrën pranë liçenit, çdo herë që një fëmijë reagonte ndaj një rrezie drite, jehona e asaj dite të largët në spital rikthehej si kujtesë e shpresa, ku shoqërohet me dije dhe këmbëngulje, mund të ndryshojë rrjedhën e një jete, dhe ndonjëherë të shumë jetëve. Pas largimit të generalit nga kjo botë, mbi kodrën e vjetër në jug të Ankara u vendos një heshtje e re. Nuk ishte më heshtja e disiplinës ushtarake, por ajo e mungesës. Shtëpia e madhe dukej më e gjerë, korridoret më të gjata, veranda më e zbrazët.
Elira kalonte orë të tëra duke parë liçenin në horizont, ndërsa Ylin dhe Mira vazhdonin punën në qendër me një përkushtim që ishte bërë tashmë pjesë e identitetit të tyre. Ylin nuk pati kohë për të qëndruar gjatë në dhimbje. Jo sepse nuk e ndjente, por sepse kishte kuptuar herët se jeta nuk ndalon për të pritur shërimin emocional. Ajo u zhyt më thellë në kërkim. Programi i saj i ndërhyrjes së hershme po jepte rezultate të matshme. Fëmijë që më parë do të ishin klasifikuar si raste të pakthyeshme, po tregonin përmirësime graduale në perceptimin vizual. Nuk ishte magji, ishte kombinim i neuroplasticitetit, kohës dhe një metode që kërkonte durim të jashtëzakonshëm. Një nga projektet më ambicioze që Ylin ndërmori ishte krijimi i një rrjeti bashkëpunimi me klinika rajonale në zona rurale. Ajo e dinte se jo çdo familje kishte mundësi të udhëtonte drejt qendrës pranë liçenit. Për këtë arsye, zhvilloi një platformë digjitale ku terapistët lokal mund të trajnoheshin dhe të konsultoheshin në kohë reale me ekipin e saj. Ishte një hap që e zgjeronte ndikimin përtej mureve fizike të qendrës. Mira, ndërkohë, kishte hyrë në një fazë më reflektuese të jetës. Ajo shpesh kujtonte ditën kur kishte vendosur të sfidonte diagnozën fillestare të Ylinit. Ishte një vendim që kishte rrezikuar karrierën e saj, reputacionin dhe stabilitetin në një familje të fuqishme ushtarake. Por ajo nuk e kishte parë kurrë si akt rebelimi. Për të ishte thjesht një përgjegjësi morale. Ajo besonte se profesionet e kujdesit nuk janë vetëm për të zbatuar protokolle, por për të mbrojtur potencialin e fshehur. Vitet kaluan dhe qendra u njoh ndërkombëtarisht. Delegacione nga vende të ndryshme erdhën për të parë modelin që ishte ndërtuar mbi një histori personale. Në një ceremoni përvjetori, një pllak përkujtimore u vendos në hyrje. Jo me emrin e generalit, as me emrin e Ylinit, por me një fjalë të thjeshtë që theksonte besimin në mundësinë e dytë. Në moshën 30 vjeçare, Ylin ishte bërë një figurë e respektuar në fushën e neurorehabilitimit. Ajo kishte publikuar studime, kishte mbajtur ligjërata dhe kishte ndikuar në politika shëndetësore. Por çdo mëngjes, para se të hynte në zyrën e saj, ajo kalonte nëpër sallat e terapisë për të përshëndetur fëmijët. Ajo e dinte se suksesi i vërtet nuk matet me citime akademike, por me buzëqeshje të vogla dhe hapa të sigurt. Një ditë, një vajzë e vogël me flokë të errët dhe sy të mjegullt ul përballë saj në sallën e stimulimit vizual. Ylin e vështroi me një ndjenjë të çuditshme dëvuje. Ishte si të shihte veten vite më parë. Ajo ul pranë saj dhe me një zë të qetë filloi t'i përshkruante ngjyrën e lodrës që mbante në dorë. Ishte një moment i zakonshëm për çdo terapist, por për Ylinin ishte një cikël që mbyllej dhe hapej njëkohësisht. Më vonë atë mbrëmje, ajo u kthye në shtëpinë e vjetër në Kodër. Elira ishte plakur me dinjitet, flokët i ishin zbardhur, por qëndrimi i saj mbetej i drejtë. Ato ulën së bashku në verandë, duke parë dritat e qytetit që vezullonin në distancë. Ylin mendoi për rrugtimin e saj, nga një foshnjë e shpallur e verbër, në një grua që ndihmonte të tjerët të shihnin. Ajo e kuptoi se akti i pabesueshëm i infermieres nuk kishte qenë vetëm një konsulte fshehtë apo një sfidë ndaj autoritetit mjekësor. Ishte një ndërhyrje në rrjedhën e fatit. Ishte një moment kur dikush vendosi të mos pranojë errësirën si përfundim, dhe ajo ndërhyrje kishte krijuar valë që vazhdonin të përhapeshin. Pas largimit të generalit nga kjo botë, mbi Kodrën e vjetër në jug të Ankara u vendos një heshtje e re. Nuk ishte më heshtja e disiplinës ushtarake, por ajo e mungesës. Shtëpia e madhe dukej më e gjerë, korridoret më të gjata, veranda më e zbrazët. Elira kalonte orë të tëra duke parë liçenin në horizont, ndërsa Ylin dhe Mira vazhdonin punën në qendër me një përkushtim që ishte bërë tashmë pjesë e identitetit të tyre. Ylin nuk pati kohë për të qëndruar gjatë në dhimbje. Jo sepse nuk e ndjente, por sepse kishte kuptuar herët se jeta nuk ndalon për të pritur shërimin emocional. Ajo u zhyt më thellë në kërkim. Programi i saj i ndërhyrjes së hershme po jepte rezultate të matshme. Fëmijë që më parë do të ishin klasifikuar si raste të pakthyeshme, po tregonin përmirësime graduale në perceptimin vizual. Nuk ishte magji, ishte kombinim i neuroplasticitetit, kohës dhe një metode që kërkonte durim të jashtëzakonshëm. Një nga projektet më ambicioze që Ylin ndërmori ishte krijimi i një rrjeti bashkëpunimi me klinika rajonale në zona rurale.
Ajo e dinte se jo çdo familje kishte mundësi të udhëtonte drejt qendrës pranë liçenit. Për këtë arsye, zhvilloi një platformë digjitale ku terapistët lokal mund të trajnoheshin dhe të konsultoheshin në kohë reale me ekipin e saj. Ishte një hap që e zgjeronte ndikimin përtej mureve fizike të qendrës. Mira, ndërkohë, kishte hyrë në një fazë më reflektuese të jetës. Ajo shpesh kujtonte ditën kur kishte vendosur të sfidonte diagnozën fillestare të Aylinit. Ishte një vendim që kishte rrezikuar karrierën e saj, reputacionin dhe stabilitetin në një familje të fuqishme ushtarake. Por ajo nuk e kishte parë kurrë si akt rebelimi. Për të ishte thjesht një përgjegjësi morale. Ajo besonte se profesionet e kujdesit nuk janë vetëm për të zbatuar protokolle, por për të mbrojtur potencialin e fshehur. Vitet kaluan dhe qendra u njoh ndërkombëtarisht. Delegacione nga vende të ndryshme erdhën për të parë modelin që ishte ndërtuar mbi një histori personale. Në një ceremoni përvjetori, një pllak përkujtimore u vendos në hyrje. Jo me emrin e generalit, as me emrin e Aylinit, por me një fjalë të thjeshtë që theksonte besimin në mundësinë e dytë. Në moshën 30 vjeçare, Aylin ishte bërë një figurë e respektuar në fushën e neurorehabilitimit. Ajo kishte publikuar studime, kishte mbajtur ligjërata dhe kishte ndikuar në politika shëndetësore. Por çdo mëngjes, para se të hynte në zyrën e saj, ajo kalonte nëpër sallat e terapisë për të përshëndetur fëmijët. Ajo e dinte se suksesi i vërtet nuk matet me citime akademike, por me buzëqeshje të vogla dhe hapa të sigurt. Një ditë, një vajzë e vogël me flokë të errët dhe sy të mjegullt ul përballë saj në sallën e stimulimit vizual. Aylin e vështroi me një ndjenjë të çuditshme dëvuje. Ishte si të shihte veten vite më parë. Ajo ul pranë saj dhe me një zë të qetë filloi t'i përshkruante ngjyrën e lodrës që mbante në dorë. Ishte një moment i zakonshëm për çdo terapist, por për Aylinin ishte një cikël që mbyllej dhe hapej njëkohësisht. Më vonë atë mbrëmje, ajo u kthye në shtëpinë e vjetër në Kodër. Elira ishte plakur me dinjitet, flokët i ishin zbardhur, por qëndrimi i saj mbetej i drejtë. Ato ulën së bashku në verandë, duke parë dritat e qytetit që vezullonin në distancë. Aylin mendoi për rrugtimin e saj, nga një foshnjë e shpallur e verbër, në një grua që ndihmonte të tjerët të shihnin. Ajo e kuptoi se akti i pabesueshëm i infermieres nuk kishte qenë vetëm një konsultë e fshehtë apo një sfidë ndaj autoritetit mjekësor. Ishte një ndërhyrje në rrjedhën e fatit. Ishte një moment kur dikush vendosi të mos pranojë errësirën si përfundim, dhe ajo ndërhyrje kishte krijuar valë që vazhdonin të përhapeshin. Në vitet që pasuan, Aylin themeloi një fondacion në emër të mirës, për të mbështetur infermierët dhe terapistët që punonin në zona me burime të kufizuara. Ajo donte që guximi profesional të mos mbetej një rast izoluar, por të bëhej kulturë. Në ceremoninë e inaugurimit, Mira qëndronte pranë saj, e emocionuar por e përmbajtur si gjithmonë. Kur Aylin mori fjalën, ajo nuk foli për mrekulli. Ajo foli për dyshim konstruktiv, për etikë, për nevojën që çdo profesionist të pyes veten nëse ka bërë mjaftueshëm. Ajo foli për babain e saj, jo si general, por si njeri që kishte mësuar të ndryshonte. Dhe foli për nënën e saj, që kishte mbajtur shpresën gjallë në momentet më të errëta. Në fund, ndërsa publiku u ngrit në këmbë, Aylin ndjeu një qetësi të thellë. Shikimi i saj nuk ishte perfekt. Ende kishte ditë kur drita e fortë lodhte, kur detajet i shpëtonin. Por ajo kishte mësuar se të shohësh nuk është vetëm funksioni i syve. Është aftësi për të dalluar mundësinë aty ku të tjerët shohin fundin. Dhe kështu historia që kishte nisur me një diagnozë të prerë dhe një heshtje të rëndë në një dhomë spitali, përfundoi jo me një pikë, por me një vazhdimsi. Në çdo fëmijë që zgjaste dorën drejt një rreze e drite, në çdo prind që merrte guxim për të kërkuar një mendim të dytë, në çdo infermier që vendoste të mos dorëzohej përballë një raporti të ftohtë mjekësor, jehonte e njëjta e vërtetë. Errësira nuk është gjithmonë fundi i historisë. Ndonjëherë është vetëm fillimi i saj.